Halleluja. Shalom, shalom, mirë se erdhe në takimin tonë. Olgres po i nga Zeri Mesias në miqësinë tonë këtu live në Telegram, ku miqësojmë më thellësisht, më të afruar ndaj çdo komunikimi të mbretërisë qiellore. Do hym në adhurim për lavditë të Tij, masandaj do jetë mësimi. Të inkurajoj, shpërndaje në zemrën tënde, shpërndaje në çdo miqësi ku je, sepse të tillë janë kohët edhe janë disa aspekte teknike që në këtë rast përbëjnë atë shpërndarjen e lajmit të mirë të mbretërisë që platformat masandaj YouTube apo Facebook kudo. Dhe ti masandaj në atë ditë lutemi Ati duke marrë shpërblimin e jetës së përjetshme mbi të gjitha. Halleluja. Dojmë në portat e Ti me falenderime, vëlla motër, dhe në oborret e Ti me lavdërim, thotë vetë psalmisti. Ti pozicionohu të marrësh mbushëllinë e Tia. Dëgjoj ritmin tim, o El Shaddai, vëri veshin lutjes sime. Lavdi nga skaj I tokës do të thëras, kur zemra ime ligështohet, më qote shkëmbi që është më I lartë se unë. Sepse Ti ke qenë stre për mua dhe kull e fort kundër armikut, do të banoj në tabernakullin tënë për jetë, do të gjej strenën hien e krave të tu Selah. Selah, 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 lavdi për jetë. Sepse Ti, o El Shaddai, I ke dëgjuar zotimet e mia. Ti më ke dhënë trashkimi për jetë. Atyre që kanë frikë ka emri yt. Ti do t'ja zgjatësh jetën mbretit, dhe vitet e Ti si shumë breza. Ai do të banoj përpara El Shaddai për jetë, o përgatit mëshirë dhe të vërtet që ta ruajnë atë. Kështu do Ti këndoj dhe El Shaddai për jetë, që të përmbush për ditë zotimet e mia. Duhet të përmbushim zotimet tënde, o Ati. Ti je mbreti I lavdisë, Ti je mburoja jonë, kështjella jonë në emër të Jashua. Hey! Lavdi për jetë, o El Shaddai. Duhet ta vëm dhe një, duhet ta adurosh dhe një, duhet ta pozicionosh zemrën tënde dhe një. Kjo është mundësia jonë, kjo është dashuria jonë, para Ti për jetë. Dëgjoj ritmin tim, o El Shaddai, vëri veshin lutjes sime. Lavdi nga skaj I tokës do të thëras, kur zemra ime ligështohet, më qote shkëmbi që është më I lartë se unë. Sepse Ti ke qenë stre për mua dhe kull e fort kundër armikut, do të banoj në tabernakullin tënë për jetë, ne Ti Victoria. do të gjej strenën hien e krave të tu Selah. Selah, Selah melodis, Selah bivetën lavdi, Selah, Selah. Sepse Ti, o El Shaddai, Lavdi I ke dëgjuar zotimet e
kush na dhe Ti jetë. më ke dhënë trashkimi e atyre që kanë frikë ka emri yt. Ti do t'ja zgjatësh jetën mbreti Ti do t'ja zgjatësh jetën dhe viturias, vitet e elodis, ti si bive të lavdijes dhe bive të Hajdo të mi. banoj për Vogëlushën e lush për jetë. O përgatit më shirë dhe të vërtet që ta ruajnë atë. Për Matias, Kështu do t'i këndoj lavde e Shadaj për jetë për vogëlushën në Francë, që të përmbush për Sionin në Kosovë, zotimet e mia. lavdi për jetë. Lavdi për jetë, lavdi për jetë, o ati jo. Lavdi për jetë. I will praise Adonai Elohai Ka lavdërojmë ne, vëlla motë. A do ecim në rrugët e ti, a do ecim në drejtsinë e ti, emrin e Adonai, të Zotit toni Yahweh. Kjo është mundësia që kemi këto kohë. Kjo është mundësia për të lavdëruar, pozicionuar, adhuruar, madhështuar emrin e ti në emër të Jashuas. Se nuk ka si ai që mbretëroi që nga fillimi, ai që nuk e ka den askush në llogarinë, ai që me anë të fuqisë së fjalës së tij krijoi dera rrugët e tij, urdhërimet e tij, ligjin e tij të përsosur njeriu që njeriu me anë të tij do të rrojë. Prandaj ti vendose në zemër sot në emër të Jashuas të nuk ka se tjetër Zot përveç Yahweh, ai që mbretëron dhe do mbretërojë, ai që nuk ka fillim, nuk ka mbarim, i përjetshmi, Yahweh Elohai. Lavdëroj Adonai Elohai sipas drejtësisë së tij dhe do t'i këndoj lavde mërit të Adonai Elohai më i larti. Lavdi për jetë. Qona dhe njëherë në emër të Jashuas, o Atë. Largona nga paudhësia dhe njëherë në emër të Jashuas. Mos vono, Atë. Të na shlirosh ti në emër të Jashuas. Nga çdo prangë që të marrë në emër të Jashuas. Nga mo të lutem, që ti të pozicionosh tani të ngresh duart lartë, dhe të largosh çdo manipulim të ligut, me anë të vendimmarrjes tënde, në emër të Jashuas. Që ato zgjedh ato thyen njëherë për gjithmonë. Adresia jote mbretëron për jetë. Emri ti mbretëron, më i lartë, më i fuqishmi, i plot fuqishmi. Nuk ka si ai. Lavdi emri tënd, në shkëlqimin e lavdim tënde, në madhështin tënde. I shumë lartë. Lavdi për jetë. Unë të mua në emër të Jashuas, për kombin tim, që na falësh nga palishmëria, nga paudhësia jonë, o Ati. Kemi shkelu ligjin tënd, nuk kemi dërgjuar profetët tënd, por ti e i miri drejtë, dhe ti mund aftej zemrat tona dhe njëri në emër të Jashuas. Eje të mundur, o Ati, që të ecim në rrugët tënde, urdhërimet tënde, në mëshirën tënde, jo për shkak të veprave tona të drejta, por për shkak të mirësive tënde, për shkak të mëshirave tënde të mëdha. Prandaj neve qëndrojmë këtu, vrihemi në mëngjes, duke marrë frymën në mëshkëri të prej Teje. Lutem, o Ati, vi një gjeneratë që do veçohet në urdhrimet dhe ligjin tënd, në Mesian Yeshua. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të
Ti mund ta heqim dritën. Ti vigjillon mbi mua kur s'më braktis. Lavdi për jetë. Kur s'jam vetëm ti e pranë meje. Je gjithmonë. Lavdia jote do shfaqet, si ti e tregove, si ti the ata që do qëndrojnë në mua, do të shtriqin më shumë e më shumë, kur ti e fole fjallën tënde nga qelli, ti nuk gabon, ti dekreton, e është jetë, për ata që do ta gjejnë rrugët tënde, në mesinë në birin tëndë, në emër të Jashuas, që a jetësin ato rrugë, i rojtë urdhrimet e ligjit tëndë, lutem atë që të nxjerrësh në një nga palishmëria sot, në emër të Jashuas o ati. Lutem që prangat e çdo manipulimi të verbimit të ligut të thyen në jetët e tyre në emër të Jashuas. Ti je i fori për mua, vetëm ty do të adhuroj për jetë. Lavdi për jetë. Shpirti im është Haleluja. në dorën tënde. Riu fuqishëm Adonai Yahweh, riu dhe njërë mbi jetët tona, dhe na kapu atë ku jemi, na lartëso dhe njërë, na fuqizo dhe njërë, këmbët e raskapitra duar tona, në emër të Jashuas. Drejt në rrugët e tua, duke mbajtur festat dhe shabatet e tua, gjithmonë mirën jo. Gjithmonë për jetën, sabatet tënde, që janë të përjetshme, vetë ku do praktikohen në mbretërinë e qejve në tokën e re, në qellin e ri. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Nuk ka hyrje veç se me në përmjet ti, që ne të ecim në ato shtigje, urdhrimet tënde, të përsosura të mira drejta, për lavdi, për nderë, emri tënd, Adonai Yahweh, lutem në emër të Jashuas. Lutem o atin nga çliron nga prangat, nga çliron nga paudhësia dhe një në emër të Jashuas o hatë. Vendos frymën tënde o atim, vendos frymën tënde në këta të vegjit e njërë në emër të Jashuas. Tek melodia tani, tek Vitoria tani, në namika dhe motrat e saj në emër të Jashuas. Vendose dhe derdhe frymën tënde tek Matias, si ti profetizove vite më përpara, në Joeli dhe Namaris. Lutem atin në emër të Jashuas. Lavdi për jetë, lavdi për jetë. Haleluja. Lavdi për jetë o atim. Lavdi për jetë. Haleluja. Do vazhdoj lutja dhe adhurimi për ata që kanë një zemër që pozicionohen për të hyrë në oborret e ti me lavdërim, lavdi emrit të tia. Do lutemi kudo që po e dëgjon, do lutemi për kombin tonë, do lutemi për çdo gjë që është keq trajtuar në shkrimin, do lutemi për të vegjërit, lavdi emrit të tia. Ne i citojmë ato gjëra, ne themi që ai që thirret me emrin tim, dy takroneve po flet shumë hampurazi për disa aspekte, por a jemi penduar nga shkelit e ligjit? A jemi penduar nga ato gjëra? Vamo të shqiptar kudo që po e dëgjon. Ti në jetën tënde, aty ku je, a ke vendosur prioritet, rrugët, urdhërimet, birin e ti të vërtetë, a ke vendosur në jetën tënde, shpëtimin tënd? Kjo qëndron pyetja, cilat janë investimet sot me kohra të tilla që po përjetojmë, që gjërat po vazhdojnë të ecin në një shpejtësi maramendse. Po si do kemi dritë? Ndërkohë, po të shikojmë fjalët e urta 29, çfarë thonë për punën e atij ligjit. Çfarë thonë? Mund ta shikojmë së bashku, le ta shikojmë së bashku çfarë realisht të thotë ai shkrim. Realisht. Masandaj do vazhdojmë vetëm atë varg dhe pastaj do ecim përpara. Sepse kur heq dritën, masandaj ndodhin kaosi. Kur heq dritën, që ligji i është dritë, fjalët e urta 6:23, dhe është lambë në gamën tonë, dhe është dritë në shtegun tonë, Psalmi 119, 105, që ra bën panjolla duke ecur në ligjin e tij. Le ta shikojmë së bashku. Le ta shikojmë së bashku atë varg në fjalët e urta 29. Për lavdi të tij. Për lavdi të tij.
Haleluja. Atëre, vetë shkrimi, deklaron për fjalën e tij që nuk duhet përçmuar, për fjalën e tij të vërtetë, për fjalën e tij që është ligji, urdhrimet, e njëjti koncept, që ne nuk do ta marrim kaq lehtësisht në zemrat tona për lavdi të tija. Okej, ja po e shikojmë së bashku. E shikojmë së bashku fjalët e urta 29. Fjalët e urta 29. Ku 18 thot. Dhe po e postojmë? Po, e postojmë. Është mirë ti postojmë gjëra që ti shikosh për momentin. Ndoshta mund ta bëj, s'ka gjë, e bëjmë një share, e ndajmë skenën mas ndaj ekranin edhe ti e shikon për gjërat që të përkasin ty, mas ndaj do lutemi. Na përket identiteti, kuptueshmëria e vërtetë që secili për nesh merr në mirësinë e Atit. Dhe mas ndaj nuk është nevoja që të citojmë gjëra pa dhënë kuptueshmëri, mbështetje, evidencë biblike, sepse dikush akoma duhet të marrë të vërtetën. Dhe po vajtojmë për komenton dhe do vajtojmë, por ti në ekran e shikon. Vargu 18, fjalët e urta 29. Çfarë thotë? Kur nuk ka një vizion profetik, çfarë ndodh me atë popull? Ai popull bëhet i shfrenuar. Përse? Sepse ky vizioni është i lidhur me një ecje, por lum ai që respekton ligjin. Lum ai. Ky person është i lumtur. Ky person është i lumtur. Është i bekuar që në fjalët e urta shikojmë 2, duke ruajtur, duke mbajtur urdhrimet e tija, merr atë kuptueshmërinë e frikës së Yahweh që është fillimi i urtësisë. Ta persona janë të lumtur. Por kur nuk respektohet ligji i tij, çfarë ndodh? Kur nuk respektohet ligji i tij, ti ke pak më lart që populli bëhet pa udhë, pa moral, pa kuptim, bëhet i shfrenuar. Tani shikoj kontrastin dhe sa e mbushur që mund të vazhdojmë për disa orë vetëm në këtë varg, për lavdi të tija. Dhe sa mund të profetizojmë vetëm nga fryma, vetëm në takim që nuk e kontrollon asnjëri prej nesh frymën e tija. Por sot duam atë karizmatikën apo ato filozofi të mos andaj reformiste apo baptiste apo gjëra të tilla dhe me denominacionet e njeriu që ka sjellë vetëm demonizimin e ligjit të Atit, heqjen e ligjit të Atit. Dhe mos andaj themi që kemi një vizion. Mos ndaj vizioni që sot është në Shqipëri është i shfrenuar sepse ligji nuk respektohet. Sepse një person që zbaton ligjin ecën në këtë rast në drejtësi dhe zbret mos ndaj dhe derdhet fryma e shenjtë që ai të drejtojë popullin. Sepse vizioni profetik vjen për asamblenë e vërtetë, për kishën e vërtetë, si në shekullin e parë, për të drejtuar popullin. Të drejtuar familjet tona, për të drejtuar veten tonë në radhë të parë, para se të kalojmë në barça e komshiut, apo mos ndaj të shkojmë tek tjetri, apo të bëjmë deklarime, apo çpati e tij, apo çpati ai, apo ajo, por puna është kur do fillojmë të pendohemi nga shkelit e ligjit. Ndërkohë vajtimi vazhdon dhe të duhet ndonjë interpretim personal këtu. Një person është i lumtur, është i bekuar në të verdhë që çfarë respekton, zbaton ligjin, siç ishte apostulli vet, apostulli Paul që njihet, Shaul e ka emrin të vërtetë, veprat 21, 24 i tregovi gënjeshtrave dhe rizovi duke thënë që ja vlla dhe motra, tha unë po zbatoj ligjin dhe kam në zemër, tha në Romakëve 7:22. Dhe i besoj në veprat 24, 12, i besoj të gjitha gjërave që janë shkruar në ligjin, dhe ata kishin vizionet profetike dhe vinë në jetën tonë, kur një person fillon në rrugën e mirë, që ti mund ta fillosh që sot në jetën tënde, të mos shkelësh sabatin, të mos shkelësh mos andaj ngrënien e pastër që është për të mirën e trupit tënd, që ti të përmbushësh qëllimin e jetës tënde, jo të përmbushet frika në jetën tënde, jo të përmbushen manipulimet e të ligut që po ndodhin për fat të keq, sepse ne nuk kemi akoma penduar nga shkelit e ligjit.
e para gjoni 3-4 tje për kufizimin biblik, që mëkati është shkelja e ligjit. Kur do fillojmë neve? Se disa për nesh kanë filluar, kemi 5 vjetë që filluam, në mënyrën e duhur, në mënyrën e vërtetë. U penduam nga shkelit e ligjit, se morëm Biblën që e ka shkruajtur Krijuesi i qiellit tokës. Por ti nuk I beson Biblës, prandaj flasin sot njerëzit çoroditur. Prandaj flasin me gojë të tillë që vetëm gjarpri flet. Unë vajtoj për personin, e di kush flet mbrapa asaj apo atij. E di kush vjen masana me tallje, e di kush vjen me ironi. Ndërkohë gjëra të tilla I kemi lënë, kemi vite me radhë dhe kemi sjell evidencat e shkrimit një mbas një. Por duam gjende atë interpretimin, duam atë vizionin tonë, atë zbulesat si sot vrapojnë falishmëria e denominacioneve. Ndërkohë drejtuesi tënd ku je ti, çfarë po bën? Po shkel ligjin, po blasfemon emrin e Zotit Jahwe. Romakëve 2, ta thot Hapurazi 22, 23. E çneron Zotin Jahwe duke shkelur ligjin e tij dhe emri I tij blasfemohet ndërkombë, po I thoshte kishës në Romë. Apo nuk ishte edhe Romakëve nuk ishte as për ne atëre, nuk Romakëve nuk apostulli Paul nuk po na shkruan dhe neve, vetëm për ata ishin, sepse kështu ka vazhduar tërë gjëja sot, ishin vetëm për ata, ngeli vetëm për ata. Ndërkohë dikush mbas atyre filloi Bibla e re për dikë. Edhe normal që të kanë ushqyer me filozofi të neoplatonike që morën në shkollat e tyre, ti ndjek në ditën e diellit. Në ditën e nderuar të diellit, thoshte Konstantini që hoqi sabatin, dhe njerëzit vazhduan të jenë të shprenuar, pa kufin, morali, ligji moral, si mund ta heqim? Se atje është çështja. Gjykojmë ligjin dhe bëhemi gjykatës, Jakobi 4. Ndërkohë ligjdhensi do gjykojë se cilin për nesh në bazë të veprave të ligjit që kemi zbatuar apo jo, e kemi shkelur apo jo. I shkel rrëfen, sepse zyra kryepriftit Mesias Jashuas është deri tani, po kur të vijë ai me ato sytë e zjarrit masandaj, nuk ka me kohë. Prandaj kemi hirin kohën, dashurinë e Atit që quhet pendim, që mund të kthehemi tani. Kurse neve masandaj ushqemi me gjëra të tjera sepse nuk kemi mësuar. Prandaj kur nuk mësohesh në mënyrën e duhur, nuk ke një vizion profetik, sepse nuk të shten që ligji është I përjetshëm, da thot Hapurazi shkrimi, me sa vargje do të flasi Ati prej që thotë respektoni ligjin, zbatoni ligjin, rrugët, mësimet, urdhrimet, festat e mia. Jo, un kam to festat këtu që nuk ka asnjë lloj evidence. Edhe unë do të atakoj dhe vendos unë si do praktikohen festat edhe mënyra se si unë dëshiroj të afrohem ndaj Krijuesit. Jo, çfarë thot ai? Jo, elemate jashtë ekuacionit, nda marrem asa kutinë dhe e modelojmë vetë. Ja, këtë hap çik e mbyll këtë anën këtë e rregulloj ndaj vend ngjitës këtu sepse dhe kështu kemi bërë Krijuesin e qiellit tokës me filozofit tona. Dhe asnjëri për nesh nuk është më I mirë se tjetri. Po mundohem që të nxjerr ty nga liçeni I zjarrit. Sepse çdo gjë që po flas është evidencuar, por shumë nuk e kuptojnë, sepse fryma nuk është brenda atij apo asaj. Ta kuptojë dhe prandaj thashë prioriteti ku është në jetën tënde? Është ndalimi I shkeljes së ligjit që përben pendimin. Beson tek Mesia Jashua që respektoi ligjin? Dhe kështu pagzohesh në ujë për marrjen e frymës së shenjtë dhe faljen e shkeljeve të ligjit? Fillon rruga e mirë, veprat 15 për të mësuar rrugën e urdhërimeve. Mos ndoshta Mesia ishte shfrenuar? Nuk dinte ku estaj? Kishte fare vizionaj? Apo kishte anulluar ligjin? Por normale anullovën njerëzit dhe ja vunën etiketën Mesias Jashuas Krishtit të vërtetë të Biblës e thanë ky është. Prandaj ke sot pyeti denominacione si kush ka Krishtin e tij, që do thot vajosuri me pak fjalë. Si kush ka një të vajosur që ka krijuar në hapa të kutinës, siç tham, këtu është Zoti, lem me Zotin, nuk është më në ekuacion. Kemi këtë Krishtin që unë nxjerr edhe e përdor, masandeve ato zemërkat që I vën çik në doçkët këtu, ja vën çik atë helion në kokë, ja vën çik diellin këtu. Dhe masandaj vend disa zemra këtu për jashtë dhe vazhdojmë dhe e mbyllim kutinë, hap dhe mbyll. Ndërkohë
vazhdon palishmëria, duke ecur lart e poshtë, ti duhet të pendohesh, sepse nuk gëzdon një jetë të përjetshme duke shkelur ligjin e Tij. Le të lutemi sepse janë disa gjëra që po vajtojmë për disa vite për aspekte të tilla. Për aspekte të tilla. Që dikush të vendosi prioritet jetën e përjetshme, konceptet biblike, në kontekstin e duhur, në harmoninë e duhur, dhe morali nuk ka ndryshuar për ty, vëllamo të shqiptar, kudo që po dëgjon, ku do ta dëgjosh, që duhet të shpërndash këto mësime se Satani nuk do që një person të kuptojë që mëkati është shkelja e ligjit. E para Gjoni 3:4, citovi Levitikun 4:2, asnjë gjë të re për ta. Morali ishte i njëjtë që në profetët shëbëtorët, që nga Enoku dhe vazhdoi, që bilet që në Sethi, po ta them, që filluan të kërkonin Zotin. Dhe masandaj vazhduan shëbëtorë të caktuar deri në kohët ku jemi. Ndërkohë, morali u ndryshua. Ishte, po tani nuk është. Tani është mëkati është pika, sepse u hoq. Në para Gjoni 3:4 u hoq, hiqe nga Bibla. Që mba në Bibël, hiqe. I dhe fare. Levitikun 4:2. Hiqe ato vargje, si që kanë hequr kultet në vite 300-400 të adhurimit të diellit. Dhe i mbron me dhembë, si ti në ATL, dhe Veriu, dhe Kosova, kudo që po dëgjon. I mbroni me dhembë këshillat e ligësisë, që i kemi evidencat në Laodicejse, Nicejse, që vazhdon të marrësh prej festave pagane, edhe mazandaj e ka fajin vllai. Po në atë ditë, çfarë do ndodhi? Që nuk na shqetëson asnjë lloj fjale, na shqetëson shpëtimi tent, më shqetëson, sepse në qoftë se vazhdon në këtë rrugë ku je, është liçeni zjarri, sepse nuk është ai Krishti që ti vazhdon ta manipulosh si të duash. Dhe ai është, unë i besoj dhe shikon, po të mjafton të shikosh, po të hysh në media sociale, vetëm emocione ke. Emocionet. Marrim një varg, Jeremia, marrim këtu një psalm, marrim këtu pa një kontekst, pa ditur themelet që mëkati është shkelje ligjit. Il peccato è la violazione della legge. The sin is the transgression of the Torah, of the law. Wake up, zgjoju, sveljati. Le të lutemi. Ngelet lutja për momentin, derisa dikush të zgjohet nga gjumi i vdekjes, sepse ato virgjëreshat që ishin të zgjuara disa që hynë brenda në portat, por atë kur shikojmë Psalmin 19:7, është ligji përsosur që e bën të urtë, të zgjuar njeriu e thjeshtë. Mesia ishte i thjeshtë apo ishte i urtë? Ishte me njolla? Jo. Po pse Psalmi 119 thotë vargu 1, të bekuar janë ata, si ishin të bekuar ata që respektonin ligjin, fjalë të urta 29, e pam 18, të bekuar janë ata që zbatojnë ligjin, që eci me ligjin, sepse ata janë pa njolla, siç Mesia ecte, edhe kështu ti dhe unë bashkohemi me të vërtetin. Le të lutemi për aspekte të tilla. Lavdi për jetë. Ati im t'je dëgjon zemrën time. Gjërat që flas nuk janë nga vetja ime, sepse është shkrimi tënd. Por nuk duan të pranojnë në shkrimin tënd. Prandaj jemi ku jemi. Prandaj po vajtojmë për mëshirën tënde. Prandaj po vajtojmë o Atin. Çdo mëngjes ku ngrihem, meditoj në ligjin tënd ditë e natë dhe meditoj për situatën ku është populli në diasporë, kudo që përmendin emrin e Mesias, të Krishtit, të Kristos, the name of Christ. Lutem o Atin, kudo që do ta dëgjojnë, në çfarë lloj gjuhë, në anglisht, në italisht, në shqip, në greqisht, nuk e di, ti e di o Atin. Lutem o atë që të veprosh
në këto orë të fundit për na drejtuar në rrugët urdhërimet tënde, për të larguar nga paudhësia jone, për të larguar nga palishmëria jone, sepse kemi mëkatuar dhe shkelur ligjin tënd si komp, kudo që janë, kudo që po e dëgjojnë. Duke me dëgjuar fjalën, urdhërimet, profecitë që ti ke folur, shërbëtorët tënd që folën për ligjin tënd, për moralin tënd të shëndoshë. Prandaj Danieli luteshe, prandaj Nehemia, Ezra, Ezekieli, Danieli luteshin dhe kërkonin fytyrën tënde, kërkonin mirësinë tënde, ndërmjetësonin për popullin tënd. Prandaj unë sot ndërmjetësoj për popullin tim shqiptar, kudo që po e dëgjojnë. Lutem atë që një korje madhe në urdhrimet, në rrugët, në drejtsinë, në moralin e ligjit të përsosur tënd që ti ke vendosur për jetë. Lutem atë të ndodhi që ti do të çlirosh në njërin për nesh nga palishmëria, denominacioneve e frymrave të fallit të gënjeshtrës që Satani ka marrë përparësi në jetën tona, me mësime dhe mësues të rrejmë që akoma janë për të shkliruar nga shkelet e ligjit që kanë kryer kundra teje. Ki mëshirë o atë dhe na falë, ki mëshirë dhe dëgjoj këtë zemër o atë që vajtoj për gjërat që ti ke folur, hapurazi, në armoni, për çdo gjë që ti do bësh, që ti do vish dhe do gjykosh popujt me anë të ligjit tënd, siç ti e the në Jeshaja, në Isaia 51, që do vish dhe nga prej teje do dali ligji. Dhe kombe do vendosin shpresën tek ti dhe do besojnë tek biri tënd Mesia Jashua. Në atë ditë, ku mbreti do sjellin lavdinë e tyre përpara ti. Lutem o atë në emër të Jashuas. Lutem o atë që të kesh mëshirë dhe na falësh nga palishmëria jonë, nga paudhësia jonë, sepse vendet tona janë të shkretuara për shkak të rrugëve tona, jo për shkak të veprave tona të drejta që janë lumë, që janë një lecke ndotur përpara teje, por për shkak të mëshirave tënde të mëdha. Lutem o atë që të ngresh të gjeneratë, që ti do thyesh ciklin e mallkimit me shumë të drejtë që etrit e tyre kanë berë dhe kanë shkelur ligjin tënd, por në mëshirën tënde siç ti më veçove, siç ti po veçon frutat e para në Shqipëri, në emër të Jashuas, të veçosh voglushët e vegjël, të vizitosh që Joeli 2, profecitë që ti ke folur hapurazi në ditët e fundit, ku ti do derdhësh frymën tënde, të ndodhe në jetën e tyre dhe në barkun e nenave të tyre, në kopës, në qerdhe, kudo që janë, në fillore, në gjimnas. Në emër të Jashuas, lutem atë që të mbushësh me frymën tënde, që ata të qortojnë me fjalën, urdhrimet, ligjin tënd, siç bëri biri tënd duke ulur në shkallët e tempullit dhe duke sjellur tësinë atyre që pretendonin se dinin diçka. Lutem atë që dhe këta të vegjël të thjellin urtësinë e urdhrimeve të ligjit tënd prindërve të tyre, amiqësisë ku do jenë, që ti të vendosësh frymën tënde, të fillosh të profetizosh nga gojët e tyre, siç ti po vazhdon të bësh të bijtë tanë në mëshirën tënde. Prandaj vajtoj për popullin tim, vajtoj për ta. Lutem o Hatim që na falësh o Hat dhe na kthesh zemrat tona ndaj teje, na kthesh nga paudhësia jonë, të na çlirosh nga çdo zgjedhje që na mban peng, nga çdo lloj filozofie, nga çdo lloj demoni në emër të Jashuas. Lutem atin që çdo gjarpër që vepron kundra urdhërimeve, ligjit tënd, si në kohët e Moshe, ku jambresi dhe xhambresi ishin kundra të vërtetës tënde, lutem atin që ti të thyesh ato ligësi, ato manipulime, të na sjellësh pak dritë në kombin tonë, sepse kur populli është larguar nga ligji tënd, atëre bëhet i shprenuar, siç e lexuam. Po lumë ata që zbatojnë urdhrimet e ligjit tënd, ata do kenë dritë. Prandaj ti fole komo përpara, kur thej që ata që do qëndrojnë në mua, drita e tyre do shpëndrisi, në ndriçëm e më ndriçëm. Prandaj më tregove Mesia Jashua, atë lumë atë ditë, vite më përpara, 3 vjet më përpara, tregove atë lumë të qartë, me kovën që ti mbaje për argjendi, me të njëjtën ujë të kulluar të pastër, dhe ishe rezat i lumit të jetës, po, tani I kuptojmë, ti na jep interpretimin, me anë të shkrimit vetëm,
të çdo vizioni. Dhe ti the, kush është ai person që do të marrë nga ky lumi i jetës? Por masandaj ndodhen disa gjëra që njeriu gënjehet dhe mashtrohet. Dhe citon gjëra pa ditur ku është dhe çfarë do të bëjë. Ai lumi i jetës që përban hyrje në qytetin ku lumi i jetës do jetë brenda, me pemën e jetës, që mund të merret me anë të zbatimit të urdhrimeve të atij ligji që ti ke thënë. Lum ata të bekuar janë ata që zbatojnë urdhrimet e ligjit tënd, sepse ata do kenë të drejtën për të marrë nga pema e jetës, për të hyrë në portat e qytetit. Por jashtë janë ata pa të palishmit, ata që nuk duhet të dinë për ligjin tënd, sepse duan dhe zbatojnë gënjeshtrën. Lutem atin na ndihmosh, që sytë e mendjes së tyre të hapen të dinë cila është shpresa e thirrjeve të tyre. Thirrja e parë që neve kemi të zbatojmë urdhrimet tënde, të ligjit tënd, sabatet tënde, që ti vendose për jetë, kështu ti na veçon, ti na ndan dhe na ushqen dhe na mbush, si s'po ndodh për lavdit emrit tënd. Se nuk mund të flasi njeriu nga vetja, nuk mund të themi disa gjëra, nuk mund të bëjmë disa gjëra, nuk mund të arsyetojmë ne në këtë mënyrë, veç se ligji tënd jep dritë, dhe palishmëria largohet, errësira largohet, sepse ligji tënd është dritë. Mesia tha vetë, unë jam udha, e vërteta dhe jeta, dhe jam drita e botës. Me çfarë eci ai? Por këto pyetje nuk i përgjigjemi sot, sepse nuk duam të konfrontohemi me pasqyrën e ligjit të tij, që nxenë pa mëkatin, sjelljen tonë, dhe ne vrapojmë diku tjetër, dhe vitet kalojnë. Sa vite do kalojnë, vëlla motër, sa ditë do kalojnë, që ne të pendohemi nga shkelet e ligjit. Apo dihet kur është ardhja e tij, sepse sot fillojnë dhe vënë në kuti dhe ardhin e tij. E po ja kështu është do ndodhi, beu gati, je bel gati ti? Ke ndaluar së shkelu ligji? I ke hedhur tut e idhujt paganë, festat pagane të Papa Gregorit, i ke hedhur tuti ato? Jo, ku do jesh me Krijuesin? Në vazhdon të ndjekësh mësues të rejme që vrapojnë lart e poshtë duke duar trokitur duart palishmërisë në Shqipëri dhe dërgojnë agjentë masandaj nga Roma për të fuqizuar entitete dhe demone që po përhapen në Shqipëri, dhe ndërkohë neve që duhet të qortojmë ligësinë. Ku janë vëllezër e motra shqiptar? Ku janë adhuruesit e vërtet në festat e tija? Dhe shumë prej jush jeni të para përcaktuar për të adhuruar, për të sjellë zemrën, praninë e tija, por ku është shëtja jonë personale para se të ndodhja e shërbesë? Sa kam folur, sa kam vazhduar të trokas të zemrën e dikujt. Ajajaj, le të vazhdojmë. Le të vazhdojmë. Le të vazhdojmë në fjala e tij. Ne vazhdojmë në fjala e tij. Ajo ngelet. Ajajaj.